Ministria e Shëndetësisë njoftoi se gjendja epidemiologjike në Gostivar është stabile dhe ndodhet në mbikëqyrje të vazhdueshme nga institucionet kompetente. Sipas të dhënave të fundit është regjistruar një rënje e ndjeshme e numrit të kontrolleve mjekësore krahasuar me periudhën kur epidemia arriti kulmin. Më 31 korik janë evidentuar 60 kontrolle të para, edhe pse ka luaqe të vogla ditore, tendenca e përgjithshme tregon ulje të numrit të prekurve, krahasuar me 18 korikun kur në një ditë ishin regjistruar 649 kontrolle. Në periudhën nga 14 deri më 31 korik janë realizuar gjithsej 4543 kontrolle të para. Deri tani, shërbimet shëndetësore kanë pranuar 1028 njoftime zyrtare për sëmundje ngjitse, ndërsa epidemiologët kanë përgatitur 730 anketa të reja, duke përfshirë 71% të prekurve. Kryeministri Hristijan Mickoski deklaroi se dikush ka heshtur dhe nuk ka vepruar gjatë kohës sa ka qenë ministër, edhe pse institucionet kishin raportuar raste të shumta të ujit të pishëm të papërshtatshëm në disa vendbanime. Ai tha se hetimet për helmimin me ujë në Gostivar po zgjerohen. Kryeministri theksoi se çdo ditë merren mostra të ndryshme për analiza dhe se sipas tij, ndoshta për herë të parë në dekadat e fundit qytetarët e Gostivarit do të kenë ujë të pishëm që është bakteriologjikisht i sigurt. Јас тоа го слушнав од човекот на кој што живи му горе луѓе во модуларната болница во Тетово. Ако се сеќавате. Unë akuzat të dëgjoj nga njeriu që ju dogjen të gjallë pacientët në spitalin modular, por edhe në kuvent prezantuam dokumente. Ju lus përdorim sepse po i qasemi këtij procesi me seriozitet të plot, pres që shumë shpejt përveç ujit që tashmë përdoret për nevoja teknike, qytetarët të kenë edhe ujë të sigurt për gatim dhe për pije. Nga ana tjetër, LSDM-ja reagoi duke akuzuar se ndërsa Mickoski hap pishina dhe shkon në ekskursione e ministri i Shëndetësisë Sasho Klekovski mban konferenca për media, mira njerëz po smuren dhe i gjithë vendi po shndrohet në zonë rreziku. Sipas LSDM-s, gjysma e Maqedonisë është pa ujë të sigurt për pije, ndërsa ende nuk ka asnjë përgjegjës. СДСМ бара итна и целосна odgovornost politička i krivična. LSDM kërkon përgjegjësi të menjëhershme dhe të plot, politike dhe penale, publikimin e të gjitha analizave dhe shkaqeve të ndotjes së ujit, ndërhyrje urgjente dhe sigurimin e ujit të pastër për të gjitha vendbanimet e prekura. Maqedonia nuk duhet të jetë një shtet ku e drejta themelore e njeriut, ujë i pastër për pije, konsiderohet luks. Sa i përket etheve të Nilit Perëndimor, nga Instituti i Shëndetit Publik bëjnë të ditur se nuk ka raste të reja të konfirmuara nga laboratoret. Në klinikën për smundje infektive janë shtruar 3 pacientë me dyshime për këtë smundje, ndërsa priten rezultatet e analizave laboratorike.